Unë me ndyqyres i kam thënë, kur kam dëgjuar që do të dalë kandidati i pavarur, e kam thirrë dhe i kam thënë dëgjoj kështu zërash. Si është e vërteta? Tha jo, nuk jam interesuar, diku nga fondi i shkurtit. Kam pas ofertë, por mira duke më shku punën në biznes, nuk ka çam duhet ajo punë, edhe familjen e kam kundër e tjera e tjera. Pastaj më thirrri vetë, dhe më tha do dalish kandidat, sepse unë e rimendova dhe do dal, flas diku nga fundi i majit. Pse ju ka pita të dalish? Për juve personalisht? Për shkak se ai pretendon që ka qenë për krahësi imi. Edhe unë kështu e kam ditur. Apo. Dhe unë në debatet sipër i kam thënë kështu. Mendi, a dal unë personalisht, a do dal dikush tjetër, unë do nxjerr kandidat dhe do e fitoj strugën, sepse për mua më e rëndësishëm është projekti politik. Dhe kam thënë, por në qoftë se ti do ndalësh kandidat, hajde të nxjerr unë. Po, aja ke bërë këtë ofertë që të jetë kandidati i Aleancës? Po, mërë si ale gjëhet rastësisën e kurë.